Përveç se kupole administratës publike që është mbushur me zyrtarë të korruptuar, persona me diploma false dhe individ me rekorde kriminale, në Tiranë po konsolidohet një model i rrezikshëm, ku paratë e krimit pastrohen hapur në mes të qytetit, përmes bizneseve të dukshme, të mbrojtura politikisht dhe institucionalisht. Rasti konkret është Primo Hotel, i vendosur në rrugën me Dar Shtylla në komunën e Parisit, një nga zonat më të shtrenjta dhe më të monitoruara të kryeqytetit. Hoteli përfaqëson një investim 10 miliona euro, i dukshëm në strukturë, në standarde, në shërbim dhe në kapacitet, por që nuk ka asnjë mbështetje reale në dokumente financiare të subjektit që administron. Subjekti figuron i regjistruar si person fizik, Daniela Xhafaj, me objekt shërbim hotelerie. Pasqyrat financiare nuk raportojnë ndërtesë, pajisje, mobilim, inventar apo ndonjë aktiv tjetër material që lidhet me investimin real të hotelit. Bilancet nuk tregojnë shpenzime furnizimi, shpenzime mirëmbajtjeje apo kosto operative që përputhen me funksionimin e një hoteli në këtë zonë. Në vend të saj, ato paraqesin rritje të konsiderueshme të zërit të arkëtueshme të tjera, pa shpjegim ekonomik për burimin e këtyre parave. Hetimi i pamfletit lidhet me informacione të siguruara nga burime brenda krimit ekonomik në Tiranë. Këto burime raportojnë se investimi dhe qarkullimi i financave në Primo Hotel lidhen me personin Neim Nino Fejzulla, i lindur më 23/11/1992 në Peshtan të Fierit. Burimet hetimore identifikojnë atë si person kyç në menaxhimin e rrjeteve të call centerave që operojnë me pashtrim dhe zhvatje financiare ndaj shtetasve evropianë dhe përdor Primo Hotel si kanal për futjen e këtyre parave në ekonomi. Këto para nuk mund të futen drejt për drejt në sistem pa kaluar nëpër struktura që duken të ligjshme. Sipas të njëjtave burime, Primo Hotel shërben si njëri prej këtyre strukturave, ku fondet e gjeneruara nga zhvatjet dhe mashtrimet e call centerave filtrohen dhe paraqiten si të ardhura nga aktiviteti hotelier. Kjo është pika ku krimi digital takohet me krimin ekonomik, duke e zhvendosur pastrimin e parave nga bodrumet e errta në qendër të Tiranës. Një tjetër element që rëndon mbi këtë çështje është fakti se burime pranë krimit ekonomik pretendojnë se ky aktivitet nuk është prekur nga kontrolle serioze për shkak të mbështetjes së drejt për drejt nga një ish drejtues i policisë së Tiranës, i cili rezulton i akuzuar së fundmi nga SPAK për çështje të tjera penale. Kjo mbrojtje sipas të njëjtave burime ka krijuar një zonë imuniteti rreth qarkullimit të paras, duke e mbajtur hotelin dhe aktivitetin call center jashtë radarëve të kontrollit real. Figurimi i tij në informacionet operative përfshin edhe Spanjën, ku mbahet në vëmendje për arsye hetimore që lidhen me trafik droge dhe lëvizjen e parave jashtë kontrolleve bankare. Kjo përforcohet nga profili familjar, pasi Haredin Fejzulla, babai i tij, është dënuar në Belgjik për drejtimin e një organizate kriminale të kultivimit dhe trafikimit të kanabisit me përfitime mbi 4 milion euro dhe është arrestuar në Madrid nga autoritetet spanjolle më 12 shtator 2024 pas një arratije të gjatë. Të gjithë elementet nga qarkullimi i parave pa bazë ekonomike të mbrojtja institucionale, të lidhjet me një familje me histori kriminale të dokumentuar në Europë, krijojnë një profil të mjaftueshëm rreziku për pastrim parash. Kjo skemë vendosur në qendër të Tiranës nuk shfaq transparencë dhe zhvillohet e pakontrolluar nga strukturat që duhet të mbrojnë financën publike dhe tregun e ndershëm. Ne nuk themi se Primo Hotel është një aktivitet i paligjshëm në dukje, por fakti që kjo strukturë funksionale përdoret për të legalizuar para që burojnë nga zhvatja e shtetasve evropianë, nga trafiku i drogës dhe nga rrjete call centerash, përbën thelbin e krimit ekonomik. Kjo nuk është thjesht çështje bilancesh, por është çështje sigurie. Pamfleti do të vijojë dokumentimin e kësaj skeme me lidhjet financiare, mbrojtjen institucionale dhe rrjedhën e parave që sipas burimeve hetimore pastrohen në mes të Tiranës në nënhundën e institucioneve.